Mjekët japin urdhër, mos hani qep nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Edhe pse është ndër perimet më dobiprurse për shëndetin, konsumi i qepës, ndërkohë mund të jetë e ndërlikuar nëse kombinohet gjithashtu edhe me një sër medikamentesh, sidomos ato të cilat mund të krijojnë edhe probleme serioze me ndërveprimin e tyre. Zbuloni në këtë video arsyet se pse qepa nuk duhet të kombinohet në dietën tuaj nëse jeni duke marrë këto medikamente ose vuani nga sëmundje të caktuara. Nëse jeni duke marrë aspirin, mos e konsumoni qepën pasi mund të kundërveprojë me njëra tjetrën. Disa njerëz janë alergjik ndaj qepës. Aspirina mundet edhe më shumë që të shkaktojë problemet e rritjes së alergjive nëse kombinohet me qepën. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për të qenë të sigurt, shmangeni përdorimin e qepës njëkohësisht me aspirinën, pasi mund të ndikojë në gjendjen tuaj shëndetësore dhe kundërveprimi i saj mund të jetë vërtet i rëndë për shëndetin. Litiumi mund të kundërveprojë gjithashtu edhe me konsumin e qepës. Qepa mund të ketë efekte diuretike, prandaj mund të pengojë gjithashtu edhe nxjerrjen jashtë të trupit të litiumit. Diuretikët mund të rrisin sasinë e sodiumit nga trupi nëpërmjet urinës. Nga ana tjetër, ulja e niveleve të sodiumit në trup do të çojë në rritjen e niveleve të litiumit, duke rritur kështu edhe efektet anësore nga litiumi. Ky ilaç përdoret për trajtimin e çrregullimeve të ndryshme bipolare, epilepsisë gjithashtu dhe depresionit. Nëse jeni duke marrë medikamente me përmbajtje litiumi, duhet të tregoheni të vëmendshëm dhe të hiqni dorë gjithashtu nga konsumi i qepës në të njëjtin rast, pasi mund të kundërveprojnë me njëra tjetrën dhe të shkaktojnë rritje të problemeve të organizmit. Ilaçet kundër diabetit mund të kundërveprojnë me konsumin e qepës. Qepa mund ta ulë nivelin e sheqerit në gjak nëse shtohet në dietën tuaj, dhe është cilësuar nga ekspertët si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund të bëjnë personat që vuajnë nga diabeti. Duke konsumuar qep së bashku me ilaçet për diabetin, mund të shkaktoni rënje më të madhe se sa duhet të niveleve të sheqerit në gjak. Monitoroni me kujdes nivelin e sheqerit, dhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht që nëse jeni një person që vuani nga diabeti, mos i kombinoni ilaçet e diabetit në të njëjtën kohë me qepën në dietën tuaj, pasi mund të kundërveprojnë dhe të ulin në mënyrë drastike nivelet e sheqerit në gjak. Gjithashtu, ilaçet që ngadalësojnë piksjen e gjakut nuk janë të këshillueshme nga ekspertët, që të kombinohen në të njëjtën kohë me konsumin e qepës. Qepa mund të ngadalësojë piksjen e gjakut duke marrë qep. Së bashku me ilaçet që ngadalësojnë piksjen e gjakut, mund të rrisni riskun për probleme të ndryshme siç janë për shembull edhe hemorragjit. Disa ilaçe mund ta ngadalësojnë piksjen e gjakut, të cilat janë aspirina, gjithashtu ibuprofeni e të tjera. Këshillohuni me ekspertin e shëndetësisë nëse duhet i shtoni në të njëjtën kohë në dietën tuaj. Por qepa ka gjithashtu edhe anën e saj të mirë. Nëse konsumohet në raste të tjera dhe nuk kombinohet me këto medikamente, ajo mund të kthehet në një aleate të vërtetë të organizmit në betejën kundër komplikacioneve të shëndetit dhe rëndimit të tij. Qepa është një ndër ushqimet më të përdorura dhe gjithashtu më të konsumuara në dietën tuaj. Në këtë video do të listojmë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i qepës në dietën tuaj të përgjithshme. Qepët janë të pasura me lëndë të mira ushqyese që ka të luajë një rol pozitiv në rritjen e vlerave të organizmit. Ato përmbajnë gjithashtu nivele të mira të vitaminës C, e cila do të forcojë ndjeshëm sistemin tuaj imunitar dhe do të ndihmojë gjithashtu në përthithjen më të mirë të niveleve të hekurit. Ato janë burime të mira të vitaminës B dhe folatit, të rëndësishme këto gjithashtu në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Qepa është një zgjedhje shumë e mirë edhe për shëndetin e zemrës. Konsumi i qepës mund të ulë riskun e problemeve të ndryshme kardiovaskulare. Ato kanë veti të mira antioksiduese dhe antiinflamatore, çka do të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq.
Triglicerideve si dhe mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të presionit të lartë të gjakut dhe të mbajnë gjithashtu shëndetin e zemrës nën kontroll. Qepa është një aleate shumë e mirë për dietën tuaj për sa kohë keni luhatje të pakontrolluara të sheqerit në gjak. Nëse nuk përdorni medikamente, qepa mund të jetë një stabilizuese. Nuk bëhet fjala për probleme të rënda. Për ata që vuajnë nga diabeti ose janë në rrezik, qepa mund të jetë një aleate shumë e vlefshme për shëndetin tuaj. Qepët ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të pankreasit dhe zorrëve, duke ndihmuar kështu edhe në rregullimin e niveleve të sheqerit dhe në përthithjen më të mirë të niveleve të glukozës në trupin tuaj. Qepët janë një aleate shumë e mirë e organizmit edhe në forcën më të mirë që mund t'i japin kockave tuaja. Qepa luan një rol të rëndësishëm, sidomos edhe për shëndetin tuaj të kockave, duke u kthyer kështu në një aleat të vlefshëm në mbrojtjen e strukturës së tyre. Ato luftojnë edhe bakteriet të dëmshme. Qepët kanë veti të mira antibakteriale, përbërësit e tyre si element të veçantë kanë efekte neutralizuese kundër bakterieve të dëmshme dhe gjithashtu infeksioneve të tyre. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë në luftën kundër bakterieve të këqija dhe në forcimin tuaj të imunitetit. Ato përmirësojnë tretjen dhe shëndetin tuaj të zorrës. Qepët janë një zgjedhje ideale për të përmirësuar sistemin tuaj tretës. Janë të pasura me fibra të mira prebiotike, të cilat janë thelbësore në funksionet tuaja të metabolizmit dhe në rritjen e bakterieve të shëndetshme në zorë. Këta probiotik ndihmojnë në procesin e tretjes, reduktojnë gjithashtu edhe problemet e inflamacioneve dhe lehtësojnë edhe komplikacionet e tyre. Sigurohuni që qepën ta keni pjesë të dietave tuaja për shkak të elementeve pozitiv që ajo mbart dhe gjithashtu ndikimit të rëndësishëm që ajo do të shkaktojë në organizmin tuaj. Për sa kohë qepa konsumohet nën kontroll dhe në sasinë e duhur dhe nuk kombinohet gjithashtu me medikamente të cilat i përmendëm më herët, qepa mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Qepa dhe hudhra janë kthyer gjithashtu në kuzhinën tuaj si një nga elementët përbërës më të rëndësishëm. Shumica e gatimeve kanë nevojë për qep dhe hudhër për një shije më të mirë gjithashtu edhe më të shëndetshme. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj brenda normës lejuar ditore mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër komplikacioneve. Përfshirja e qepës në dietën tuaj do t'i mbrojë organizmin dhe do t'i ofrojë atij bakteriet e rëndësishme. Ne preferojmë të mos mendojmë më shumë për bakteriet, por ato bëjnë të sëmuremi në shumicën e rasteve, por nuk është ky rasti. Gjithashtu kemi sasi të madhe të bakterieve prebiotike që jetojnë brenda trupit tanë duke na mbajtur më të shëndetshëm dhe duke mbajtur gjithashtu organizmin tretës në nivelin e duhur. Qepët përmbajnë fibër prebiotike, shumë e rëndësishme kjo për aktivitetet tuaja dhe gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve ditore. Qepët përmbajnë element të rëndësishëm të cilat do ta bëjnë zorrën tuaj më të shëndetshme, do të lehtësojnë komplikacione dhe do të rrisin gjithashtu nivelin tuaj tretës. Qepa është e mirë për shëndetin e zemrës për sa kohë konsumohet në mënyrën e duhur dhe gjithashtu lehtëson edhe komplikacionet e saj. Ka pasur disa studime për efektin e qepës në gjakun tuaj. Këto studime tregojnë se konsumi i qepës rregullisht zvogëlon mpiksjen e gjakut, duke u kthyer kështu në një aleate të vërtetë të organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që qepën ta keni pjesë të dietave tuaja, sidomos edhe në zhvendësimin e kripës në gatimet e përgjithshme, çka do të luajë një rol pozitiv për persona që kanë probleme me elementët e natriumit në trupin e tyre. Qepa është një perime, që ullëntimet kanë treguar se ajo gjithashtu është një zgjedhje shumë e mirë kundër problemeve të radikaleve të lira. Nëse doni të mos shpreheni nga rritja e problemit të radikaleve të lira në organizëm, qepa mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në gatimet tuaja. Për sa kohë, qepa konsumohet në sasinë e duhur dhe gjithashtu brenda normës lejuar, gjithashtu nëse nuk kombinohet me produkte të ndryshme, ajo mund të jetë një aleate shumë e mirë organizmit në betejën kundër komplikacioneve ditore.
Ekspertët thonë se qepa është një aleate shumë e mirë e trupit tuaj, gjithashtu edhe në betejën kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Për sa kohë keni luhatje jo të rënda të sheqerit në trup, qepa mund të jetë një aleate shumë e mirë në uljen e niveleve të tij të larta. Sigurohuni që qepën ta kombinoni si duhet në dietën tuaj dhe ndikimi i saj në organizëm do të jetë i plot dhe gjithashtu edhe më i shëndetshëm. Qepa është një zgjedhje, e cila mund të kthehet në një element pozitiv në rritjen e përfitimeve të trupit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.